Tjetër nëse nuk ju përgjigjen darsmave të sodit, që bëhen harame, përzierje normale dhe është gjëna. Shqiqoni, kjo është një pyetje me dy teha, shka i thojnë të na pëton. Ne mas përherë do thotë do të me ditë një send. Puna e thirrjes është një obligim apo një vajxhib, të cilën e përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Se kemi disa obligime ndaj muslimanit. Obligimi ndaj muslimanit çka është? Do thotë kur të thirr me u përgjigj, kur të vdes me shku në xhenaze, kur është i smut me vizitu, kur ka nevojë për ty do thotë ti me ndihmu. Do thotë janë këto gjëra të cilat pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka përmend. E një prej këtyre obligimeve çka është kur dikush ti e thirr ndarsëm. Por këtu është një element që na duhet me pas parasysh. Se ka pe thirr ti ndarsëm, edhe çata që ka pe thirr ti ndarsëm, apo ja plotson atina kushtet që me thirr ndarsëm tamam apo nuk po ja plotson. E gabimi i parë do thotë bëhet pikujna, gabimi i parë bëhet pe dasmorit, i cili do thotë e bën një darsëm, e cila darsëm do thotë nuk është me kushtet apo me traditat e popullit vet apo farefisit vet. E pastaj kur farefisi vet nuk u përgjigjet atina, atëra ai hidhrohet, thotë nuk u merr darsëm edhe kështu me radhë. Për këtë çështje do thotë duhet domaçini apo nikoçiri me i ditë apo thonë se me ka të bëj që do të thotë atmosferën festive me ia bën atë mënyrë çka ka miksu ata, e jo me ia bën atë mënyrë që do thotë do të hidhron. Por nëse e shef se darsma do thotë është e përzime, do thotë gra dhe burra janë bashkë, edhe nëse e shef që në darsëm do thotë ka edhe pije alkoolike, edhe nëse e shef që në darsëm ka edhe harame tjera, të cilat do thotë janë basi mod në kohën e sodit, atëherë do thotë është mirë çka që mos me prezentu në ato darsma. Por duhesh me gjetë një mënyrë apo një metodë që me shku me ja bën për hajër, atë gëzim familjar dhe me i thonë apo tonë që mu bën qefi që ke arrit me bën darsmën, por unë nuk po e shoh vetin të rahatshëm do thotë në prezencën e këtij mexhlisit ty të kohë për hajër, edhe Allah ta dhot hajrin. Ashtu që në këtë rast nuk ka hidhrim, për atë arsye se para prakt veç i ke treguar atina që ai me ditë se për sa veta do thotë duhet me përgatitur ushqim apo për sa veta do të me përgatitur ambientin apo lokalin apo vendin ku e bën ai darsmën. Por ajo çka na duhet me kuptu si besimtar është që edhe ti kur e përgatit darsmën me ju ofruar do thotë darsmorëve çka kushte me të cilat ata kanë më kënaq. E tash nëse kthehemi pak ma përpara. Para jo më tepër se 20 vjet apo që tham që 30 vjet. Darsmat të na nuk janë zhvilluar na për restorane, po janë zhvilluar na për shtëpitë tona. Edhe në për shtëpitë tona, do thotë darsmori është mundu që secilës grup njerëzve me ia përshtat kushtet. Edhe ata plesh për shembull kanë pas shef me bisedu, do thotë me hoxhin, ja ka gjetë një hoxhë i ka lënë një od. Ata që kanë qenë për shembull pak më të ri, kanë pas shef për shembull me lujt thojna lojnat e asaj kohe që kanë kapuça ja me gjujt me guri ja kanë pas lojnat të cilat janë lujt na për sportive na për darsmat tona ja ka përgatitur aty në një lojë një dhomë në veti ndërsa për vajzat të cilat kanë pas që për shembull me knue ja ka përgatitur për shembull një dhomë në veti ashtu që çish më thon të gjithë janë të bu edhe janë arktuar edhe kanë kaluar mirë pa mos u përça ndërsa sot na për darsmat e tona plesht mas parë nuk thirrën. Ai se ti plak jeni të shtëpia se s'ki nevojë ti më ardhën ndars. Po fëmijët nuk mirën na për darsma. Ai se fëmia është si të vjen në restoran kanë bën zhurmë let të shtëpia. Shiçoni, mini herë do thotë start dy kategori nuk përfshihet tër shoqëria. Nuk përfshihen tër shoqëria. E atëherë do thotë ai plakja nuk do të më gëzuaj, edhe ai fëmia nuk do të më marrë mend se ju ka martuar, siç më thonë për shembull thonë daja ja, migja ja dani kusht tjetër. Pse sa janë çështje të cilat do thotë hin historinë e tina. Edhe ai rritet pastaj me ato gëzime edhe me ato çish më thonën bukuritë që kanë ndodhur për shembull thonë na darsëm. Ashtu që duke u modernizuar ne shumë elemente të kulturës tonë kemi qit apo i kemi hedh do thot anash. Ashtu që do thot ne duhet me i mendu do thot këto probleme se çish me i realizuar në formën më të bukur dhe më të mirë që të gjithëve do thot me u ofru komoditet pa mos u prek kërkush.